Shtëpia botuese Logos A, si çdo herë ashtu edhe tani, i gjendet pranë lexuesve duke ju sjellë tituj mjaft të shmuar në panairin e librit që po mbahet në Prishtinë. Kështu përmbushim përkushtimin ton ndaj fjalës së shkruar dhe dijes në përgjithësi. Vatra jon botuese është bërë e njohur tashmë tek lexuesi i gjerë nëpërmjet veprave letrare, filozofike, kulturore, religjioze, historike e tjera. Në kuadër të bibliotekës e lexo, që ngërthehen veprat nga fushat e shkencave sociale, sjellin veprat, riformulimi i orientalizmit, vizit në kasollën e Heideggerit nga mendimtari turkët të Ibrahim Kalën, tërmeti sistematik dhe rendin botror nga Ahmed Davutoglu e tjera. Nga fusha e letërsisë, ku bëjnë pjesë librat nga biblioteka Divan, lexuesve u aveçojmë titujt, ndryshku i kohës nga Kim Mehmeti, veprën mjaft të vyeshme letrare, kalendar i përjetësisë së fjalës, zërat e poetëve të ndjerë në kujtesën letrare nga shkrimtari Shkelzen Halimi e tjera. Në bibliotekën Gjurmët na vijnë tituj nga historiografia shqiptare dhe këtu do të veçonim veprën Tre vëllëndshme të osmanologut Ilyas Rexha, që përmbledhet defretet osman mbi disa vise shqiptare në Kosovë e që janë dëshmi e autoktonisë shqiptare. Pa haruar që në panairin e librit në Prishtinë nuk do të mungon as vepra vëllimore në 8 vëllime, sallname e vilajetit të Kosovës e përkthyer nga gjuha osmane. Milazim Krasniqi në panairin e si vjetëm na vjen me titullin Kombi i rrezikuar nga vetvetja. Në kuadër të bibliotekës Elif, e cila ngarthen vepra nga sfera e mistikës islame, sjellin veprën 19 e vëllimshme 40 netët të Metin Izetit. Si një siharish për lexuesit këtë vit, e sjellin veprën momentale në 2 vëllime të Xheladin Ramiut, Divani Kebir, Divani i Shemsë Tabrizit e tjerë. Kësaj në stendën e Logos A, lexuesi do të gjejë Leramani Titush, e cila do të pastorojë bibliotekën e tij. Frymëzimi vazhdon.